Shiheni pak se si një deputet apo një politikan e shkatron karrierën e tij politike vetëm me një fjali. Shiheni pak. Një turm e cila unë pyes se e pyeta drejt për drejt, më thonë kam punuar që kanë me vjetë, si kurse dhe unë. Kështu që mua nuk më emocionojnë as pak turmat. Shojnë mandatin thotë i qytetarëve. Do them edhe një herë, kur të na kërkojnë çarku im dhe votuesit e mi, patjetër. Ama se bëhet kjo që është në fakt një egërsi publike. Është egërsi publike, janë mijëra qytetarë në shesh në ditën e 19, nuk mund t'i quani kështu. Tani ky zonja dhe zotri është Ardit Bido. Ardit Bido ishte shumë interesant kur fliste atëherë për çështjen Çame e kështu me radhë. Dhe në fakt kishte përkraje, kishte pëlqim nga publiku. Mirë po vjen një moment dhe bëhesh drejtor në një dikaster, siç ishte arkiva, pastaj bëhesh dhe deputet i Partisë Socialiste dhe gjitha kjo të ndryshoka edhe si person, edhe si njeri. Dhe papritur Ardit Bido nga, po themi, le të themi zero hatersa, sot është një nga politikanët më të, le të themi, më të rryer, pra, me çfarë shikoj dhe nga komentet lart e poshtë. Pse? Sepse Arditi çfarë bën si një politikan i ri, i cili ndoshta edhe pa eksperiencë, i cili ndoshta edhe pa eksperiencë, po them, jetësore në marrëdhënien me publikun, sepse publiku është interesant, publikun duhet ta njohësh mirë, publikut duhet i përshtatesh, publikut duhet i japësh publikut atë që publiku mendon se duhet ta përkra apo jo, pra duhet të jesh bashkëpunues me publikun, duhet të jesh i sinqert, modest. Arditi del atje dhe pa jo ditë çerpiku fare e quan publikun apo njerëzit që dalin protest një turm të egërsuar, pra një egërsi publike. E para, Ardit, asnjëherë elektorati apo publiku apo ky popull nuk është thjesht një turm. Por janë disa dje me vajza, të ri, treja, pleq, gra, burra e kështu me radhë, që po mendojnë, më në fund po mendojnë, më në fund po reagojnë, më në fund nuk po flenë dhe nuk mund t'i qush turm, sepse janë pikërisht këta që t'kanë qunë në parlament. Nga ana tjetër nuk mund të quash një egërsi publike. Shiko, Ardit, ka një rregull të pashkruar në marrëdhëniet me publikun. Publiku është mbreti. Publiku është ai që të mban gjallë, që të mban ty deputet, që më mban mua aktor, dhe publiku është si puna e klientit në një bar apo në një restorant, ka gjithmonë të drejtë. Pse ka të drejtë? Sepse aty nuk janë mbledh për arsye politike. Nuk janë mbledh aty në shesh, pavarësisht se ka njerëz që shfrytëzojnë protestën, por le ta lejmë këtë. Aty janë mbledh njerëz që kanë halle, s'kan ujë, s'kan drita, s'kan kanë minimumin e jetesës, se kanë shumë dobët, nuk kanë parë njerëz të tyre sepse i kanë ikur jashtë për shpopullim, pra kanë 1 milion pensionet, kempet, e kështu me radhë. Nuk është thjesht çështja jo Zvërneci, jo ai Rjolli, jo, sigurisht është dhe ambienti, po janë shumë halle probleme që janë mbledhur sot në shesh, dhe këto halle dhe probleme i kanë edhe ato votuesit e tu atje që theti elektorati im po të ma kërkoj, janë njësoj. Edhe elektorati jo të vuan për ujë drita 24 orë, edhe elektorati jo të vuan shpopullimin që i ka ik djali, vajza, nipi, mbesa, baba, nona i ka ikja shtetit dhe nuk i shikon. Pra, shqiptarët pothuajse kanë të njëjtin hall në përgjithësi. Dhe ti në vend që dalesh atje dhe thush e respektoj protestën, në vend që dalesh atje e respektoj popullin tim i cili proteston dhe kërkon llogari, por do përpiqem t'i jap llogari meqense e morë përsipër për dalë në këmbë atje dhe për t'i folur, ti bën të kundërtën. Ti i ignoron dhe për më tepër bësh arrogant duke i quajtur egërsi publike apo kujdes së çfarë. Pra kjo, i dashur Ardit, është një mënyrë që ta hedhësh karrierën tënde politike në kosh vetëm me një fjali.